me disa raporte, ka disa raporte vetëm ditë shpifi. Korrupsioni lartë. Radhë parë nuk lejoj asnjë lloj krahasimi dhe relativizimi as me zotin Berisha dhe mas një politikan të vjetërës, të kaluarës apo në çfarëdo lloj tagri që mund ta konsideroj të tjerë në studio. E dyta, për të dhënë mend nga studio dhe banaqe televizive është shumë e lehtë. Nëse ka dëshirë dhe ka një alternativë të reja mund dalë terren, mund mbledh qytetarët, mund bëj politikë. Asaj çfarë unë përfaqësoj dhe për atë çfarë unë luftoj, nuk ka asnjë lidhje me politikën e vjetër dhe po i qëndron përballë politikës së vjetër atyre që kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe janë në pushtet, duke mbajtur njëri tjetrin. Po pse s'u vjen njëri nga mbrapa? Ne na vjen shumë mirë dhe kemi treguar që kemi marrë 80.000 vota në total, nga të cilat 64.000 të vlefshme. Ajo çfarë ka ndodhur pikërisht me votat tona, me transformimin e votave tona, me zgjedhjen e avokatit të popullit, është një dëshmi e qartë se pse nuk duan që zëri ynë të jetë në parlament. A kemi pasur apo nuk kemi pasur ne njerëz në protestë, është tashmë një fakt dhe një dëshmi. Ju mund ndiqni protestat tona kombëtare, të cilat kanë qenë 5 në numër dhe nga ana tjetër kemi 105 ditë rezistencë që vazhdojmë në sheshin e kryeministrisë, kemi qytetar proceduar penalisht, kemi qytetar të arrestuar, kemi gjykata që kanë nxjerrë të palishme arrestimet e qytetarëve dhe ne vazhdojmë të qëndrojmë. Kështu që nuk mund t'ju lejoj të bëni asnjë lloj krahasimi me asnjë lloj partie politike. Ne kemi alternativën tonë, ne kemi qendresën tonë, ne kemi kurajon t'ia themi Tiranës që është një ajdut, kemi kurajon zotri, të themi ashtu siç e ka vërtetuar drejtësia që ajo çfarë ka ndodhur qoftë në Belinda Ballukun dhe qoftë me anëtarë të tjerë të kabinetit Rama, me deputet, me zyrtar të lartë, me ish ministra apo dhe me ministra aktual, është tashmë në dosjet e drejtësisë.